Një karrierë ndërtohet mbi dije, integritet dhe shërbim ndaj shoqërisë. Profesor Dr. Osman Kadriu është një nga figurat më të spikatura intelektuale, profesionale dhe shoqërore të Kërçovës dhe më gjerë. I formuar akademikisht në Universitetin e Beogradit, ai u dallua herët për nivel të lartë profesional dhe angazhim të gjithanshëm qytetar. Kontributi i tij ka qenë vendimtar në konsolidimin e arsimit shqip, si edhe në zhvillimin e jetës sportive dhe kulturore të qytetit, përmes themelimit të klubeve sportive dhe mbi 30 shoqatave kulturo-artistike. Edhe në periudhat më të vështira, profesor Kadriu u përball me sfida ideopolitike me dinjitet, urtësi dhe integritet profesional. Pas viteve të 90-ta, ai shërbeu në funksione të larta shtetërore dhe shoqërore, si antar i gjykatës kushtetuese, i këshillit gjyqësor, ligjërues universitar dhe avokat i njohur. Veprimtaria e tij shkencore përfshin mbi 200 punime shkencore dhe 7 libra në fushën e drejtësisë, duke lënë një trashëgimi të qëndrueshme akademike. Për kontributin jetësor, integritetin profesional dhe veprimtarinë e tij të qëndrueshme shkencore dhe shoqërore, Shoqata Votra e nderon profesor Dr. Osman Kadriun me çmimin e karrierës për vitin 2025.